E vetmja krijesë që ka ndërin dhe përgjegjësi të jetë i vullnetshëm, i lirë dhe më këmbës në tokë, është vetëm njeriu. E pamuna jonë, e lexumja jonë, mendimi jonë, tona këta janë pjesëza të vogla që kanë ardhur prej atij absolutit, prej atij dëgjuesit absolut, prej të ditunit absolut, prej shikuesit absolut. Adhurimi më i mirë, më i vlefshëm i ummetit tënd është leximi i Kuranit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër dhe motra, mbrëmjen e kaluar në dersin e kaluar filluam me fol për Kuranin. E dëgjuam së bashku disa cilësi të Kuranit. Sonte do të flasim përsëri për temën e Kuranit, por më tepër duke u fokusuar në citimin e haditheve të pejgamberit alayhis salam që kanë të bëjnë me vlerën e leximit të Kuranit. Mbrëm bëmë pak një ders më teorik se çfarë është Kurani. Çfarë vlerë të madhe ka Kurani për ne? Edhe citume 2-3 hadithe. Sonte inshallah do ta vazhdojmë këtë ders, por duke cituar hadithe edhe më shumë lidhur me vlerën e Kuranit. Po para se me kalu tek citimi i ajeteve dhe haditheve, deshta me bën këtë hymje në ders. Në shumë krijesa, në mijë, ndoshta miliona krijesa që ka krijuar Allahu, e vetmja krijesë që ka ndërin dhe përgjegjësi të jetë i vullnetshëm, i lirë dhe më këmbës në tokë, është vetëm njeriu. Ton krijesa. Kjo nuk është me meritën e njeriu, sepse njeriu nuk ka bën asgjë për me fitu këtë gjë. Para se Allahu me kriju njeriu dhe me bën më këmbës në tokë, me bën një qenie të vullnetshme, nuk është se ka pas një merit njeriu që me thonë ky e meriton edhe pa ja. Por është mirësi, dhuratë dhe në të njëjtën kohë sprovë nga Allahu. Pra të qenurit, krijesë e vullnetshme, e lirë dhe me privilegj të madh, me këmbës në tokë, edhe është mirësi në një anën krah, por është edhe sprovë e madhe. Vetëm meditoni pak, mendoni pak. Dëgjoni me vëmendje këtë gjë, sepse meditimi të afron me Allahun. Meditimi i gjanave dhe me i pa gjanat në një këndvështrim ndryshe të afron me Zotin. Se shumë gjana ne na duken normale, po duhet me i pa gjanat pak me sy të çuditshëm. Ku do me dojë? A keni vuri se në këtë botë që jetojmë, vendimet për këtë botë i merr njeriu? Kush e drejton botën? Kush jep vendime se çka ka mu bën botë? Përveç vullnetit absolut Allahut dhe kaderit, caktimit të tij të padiskutueshëm, për te kësaj njeriu është ai që Zoti ja ka lënë në dorë me kënd qenie e pushtetshme, me kënd qenie vendimmarrëse në tokë. Ja ka lënë këtë përgjegjësi dhe ja ka lënë këtë amanet dhe ja ka lënë këtë privilegj. Pse nuk i marrin kafshë vendimet? Pse nuk shpallën luftë ndërkontinentale kafshë me njëra tjetrën? Me hin luftë kontinenti Amerikës i kafshëve me Europë, me hell armë dhe bomba, mu qu ujqit të luftu me njëri tjetrin. Luajnë, të bathoni jo që anda muhabeta absurde prej orës. Po duhet mi bën absurde muhabetet për me kuptu realitetin. Po nuk e bane absurde dhe po nuk e bane çuditshme. Shembullin nuk arrit me kuptu madhështinë dhe çuditërinë e vërtet që njeriu është vendimmarrës në tokë, Allah. Pra na thonë njeriu është më këmbës në tokë. Me lënë vetëm me kaq nuk kuptohet mirë. Po duhet me pru shembull. Mu quaj që të pa bomba atomike me na hell neve dhe na të jetu në punë tonë do, vjen ujë për shtyp botonin, bom. I marr tonë. Na të punon punë tonë me na marr bomba kres. Pse kafshë nuk e kanë bën këtë, po njerëzit e bën? Pse kanë mend njerëzit, nuk kanë mend ata për me shpik kështu gjanash?
Kjo do të thonë që Zoti e pasazgjat këtë krijesë. I pasallon mend, i pasallon vullnet, i pasallon përgjegjësi, i pasallon vetdije dhe i pasallon pushtet. Ti do të ke me kanë pushtetshëm. Se na, për shembull, njerëzit kur luftojnë, për shembull, edhe krijesat tjera kanë dashur. Mos harrojmë. Edhe ato vriten, edhe krijesat tjera vriten. Kush ka bën vullgarinë për ata për shembull? Për ata krijesa që vriten. A kupton të shti rëndësinë e amanetit që ka njeriu në dorë, sa është kallë me honëm kam stok, vetëm një fjali me teori. Po kur futesh në shembuj absurd, sikur këto shembuj që lloçon, atë më kuptohet më mirë pesha e realitetit. Se njeriu mësohet, kur mësohet me diçka nuk i bën më përshtypje. Edhe inshallah është kuptu pak pesha dhe rëndësia që ka njeriu këtu në tokë, dhe amaneti që ka. Edhe me që Allahu ja ka dhënë këtë mirësi dhe përgjegjësi, ai xhaleshanuhu qysh nga njeriu i parë, Ademi alayhis salam, i ka pru njeriu shpallje, i ka zbrit shpallje dhe e ka nderu njeriu duke komunikuar me te. Duke e pranuar si bashkëbisedues. Edhe kjo është e rëndësishme. Allahu xhaleshanuhu e ka pranuar njeriu si bashkëbisedues. Dhe i ka zbrit shpallje. Qysh nga njeriu i parë Hazreti Ademi alayhis salam. Kjo është diçka mallështore. Adhurimet janë bashkëbisedim me Allahun. Leximi i fjalës së tij. Për shembull, në kohën që jetojmë në ashtë Kurani, por në kohë ma përpara, në umetet ma përpara, kanë kënë libra tjera dhe shpallë tjera. Leximi i fjalës së tij është komunikim me te. Dietar çdo lloj, kur lexon Kur'an, është sikur Allahu me të fol dy Allahu. Kur fal namaz, është sikur ti me i fol Allahut. Sepse je duke kërku, është formë duaje. Tash namazin pra, se e fut në prej të leximi i Kur'anit dhe e fut në dhe namazin këtë kategori, dhe namazi është bashkëbisedim me Zotin. Bile tahiyatu që e këllojmë na, tahiyatu lillahi wa salawat, është një komunikim hyjnor, një komunikim qellor, një komunikim që është ba në arshin Allah. Domthon mbi 7 qije. Kur pejgamberi alayhis salam e ka kalu Sidratul Muntaha, e kalon vetëm edhe Xhibrili alayhis salam deri këtu mund të marrë të vazhdo vetë. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Pra falënderimet edhe lavdërimet edhe madhështia e plotë takojnë Allahut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësia qoftë mbi ty o i dërguar. Pra këta janë dialogje që janë bën mbi 7 kaçie që na i kthojmë në namaz. Pra në është komunikim. Edhe duaja në vetvete, edhe duaja jashtë namazit, duaja kudo që ndodhet njeriu, është komunikim, është afrimitet. Është afrimitet me Zotin. Sepse i kërkon Zotit ti direkt pa ndërmjet komunikon me te. Allahu xhaleshanuhu i ka zbrit Ademit alayhis salam sahife, pra faqe, pra i shpalljeve hyjnore, udhëzim për njerëzit. I ka zbritur Idrisit, Nuhut, Ibrahimit alayhimus salam, sipas epokave të ndryshme, rrethanave të ndryshme, perceptimeve të ndryshme dhe popujve të ndryshëm. Allahu xhaleshanuhu ka zbrit udhëzim për ata njerëz, që ata të bëhen të denjë për të qenë më kampës në tokë dhe të jenë të denjë për të bartur amanetin që e ka të marrë misube. Gjumon kina folë edhe për amanetit që e ka pranu njeriu. Allahu xhaleshanuhu prej mëshirës së tij, edhe pse njeriu ja ka dhënë fjalën, e ka marrë këtë amanet, Allahu azza wa jall epokë mas epoket ka zbrit shpallje, duke ja përkujtuar njerëzve atë dinjitetit që kanë ata, rëndësitë që kanë ata, dhe relatat e tyre me Zotin që duhet mi pas. Pra kanë thonë ju, thëtë Zotin në një formë mënyre, ju nuk jeni krijesat kot. Kena orë, kena le, kena me te, kena mu kallë, kena mu zhdu. Ka që është, jetë nuk dinë gjonë që është bënë për para, nuk jeni thëtë kot ju. Ju jeni kriju
për një qëllim caktuar dhe keni një krijues. Dhe ai krijues nuk ju kalon ju kot kështu. As nuk ju ka pru këto kot, as nuk ju ka plu me mirësitë e tij të pa numër të kot. E kush na kishte përbërsh neve me na kriju ishtu, imagina prej hiqit, hyç. A mon me në njëri prej nesh, para ardhjen tonë këto, para ardhjen tonë. As kërkush nuk mon me në gjahë, nuk din gjahë, hiq. Ashtë ineksistent, nuk ka eksistu. Prej ineksistencës vjen një qënje që fillon e rritet, dhe fillon e marrë forcë, dhe fillon e ban ligjin në për tokë, dhe fillon e mëllon, dhe fillon e ndjen, dhe gëzohet, mërzitet, qarë, dashuron, gëzohet, qesh, lexon, hulumton, din me fol bukur, i mahnit njerëzit, kryer marrëdhënie me ta, prej hiqit. Ku doli kjo? Këto ndjenja ka bukra që ka kriju Zoti. Nuk janë këtë, po shive kush është njeriu, po duhet me njohë njeriu se kur njeriu njeh vetin, e njeh Zotin. Prandaj na nolna ka shumë këtu. Halos ka një të hadithët, imagino. Prandaj nolna shumë këtu, se duhet me njohë njeriu. Atëherë hadithët kuptohen kollaj, kur njeh njeriu vetin, dhe kur njeh peshin e tij, rëndësinë e tij, privilegjin që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Vallahi janë gjëra që ne na duket thjeshta, por nuk janë më thjeshta. Njeriu është qenë një mrekullueshme, bu me menu. Prej hiqit i ban tanta punë. Shkruan libra, lën dije mrapa, shndërrohet krejt e nuk kanë tjerë të promohen, është shumë e çuditshme kjo punë. Prej ka erdhi kjo, ka erdhi. Pra, çdo gjë me kuptim vetëm me burimin absolut. Burimi absolut është krijuesi. Prej atij vijnë tona këta që përjetojmë natësh. Pra ditunia jonë, e pamona jonë, e rizgjumja jonë, mendimi jonë. Tona këta janë pjesëza të vogla që kanë ardhur prej atij absolutit. Prej atij dëgjuesit absolut, prej të ditunit absolut, prej shikuesit absolut, prej të ditunit absolut që nuk ka asnjë thërrim me dijet jashtë dijes tij. Edhe neve na ka dhënë pak grimca prej atyre emnave të tij të bukur dhe madhështor. Prandaj thamë që njeriu kur njeh vetin, fillon e njeh edhe krijuesin. Allahu xhaleshon të shpaktalojmë të ajetet dhe të hadithët, duke qenë se ne na ummeti Muhammed alayhis salam dhe si libër të fundit kena Kur'anin, dhe ky Kur'an i mjafton dhe është i mjaftueshëm për krejt popull dhe për krejt rrethana dhe bot kuptime deri në kiamet. Nuk mund të thonë dikush, ja, ky është i ka dalë moda, është me rinovu. Ja, Zoti ka thonë, i kjo fjala jeme prej me Muhammedin alayhis salam, e derisi ti vinë fundi botës është i kjo. E të që Allah xhaleshanu u thot Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kalojmë te vlerat e leximit Kur'anit. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ata që e lexojnë librin e Allahut, dhe ata që falin namazin, dhe ata që japin prej atyre që i kena dhënë na, prej atyre që i kena dhënë risk na, i japin edhe ata në rrugën tonë, pra në mënyrë të fshehtë dhe në mënyrë haktas. Këto janë cilësitë. Çfarë fitojnë këta? Ata do të fitojnë, ata shpresojnë një fitim dhe një tregti që nuk i marron fitesa kur. Se të është tregtia ka humjet edhe fitesat e veta. Këtu dhe kjo tregti dhe me këta karakteristika, thot Zoti, është një tregti që nuk marron kur dhe nuk ke humbje kur me te. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Adhurimi më i mirë, më i vlefshëm i ummetit tëm është leximi i Kuranit. Një hadith tjetër, një njeri e pyeti pejgamberin alayhis salam, cila është vepra më e dashur për Allahun? Pejgamberi alayhis salam i përgjigj: "El halul murtahil
ajo që sa marrën fillon prap, sa e kryen rrugën ja nis prap asaj rrugën. Vetëm kështu mund ta përkthej. Cila është kjo gjë e pyetja e njeriu? Pejgamberi sa ju përgjigj, e lexon Kur'anin nga fillimi deri në fund, mandej sa marrën ja fillon edhe herë prej fillimit. Vepra më dashur te Allah. Hatën që mon. Një hadith tjetër, një bashkësi njerëzish që mlidhen, pra një xhamat që bëhet bashkë në një shtëpi prej shtëpive të Allahut, lexojnë librin e tij dhe e diskutojnë mes vetet për me mësu. Mbi ata zbret sekinja, pra zbret qetësia dhe mirësia. Ashtë domethënë sekina është një lloj gjendje shpirtërore që vetëm ai që merr pjesë në tubime mundet me përjetu. Pra masi del prej këtu e dhejnë me këtë sekinen, këtë gjendje shpirtërore, qetësi totale. I mbulon këtë mëshira dhe i rrethojnë me lekë dhe i përmend Allahu tek një bashkësi afër tij. Pra Allahu i përmend të njerëz që mlidhen për me lexuar librin e tij dhe me mësu fjalën e tij, i përmend te melekët. Kush e lexon Kur'anin bukur e mirë, është me melekët e nderuar të mirë dhe të nënshtruar. Pra melekët sefera, ata që rrinë të udhëtu, do në kohën melekë që i ka dhënë Zotit detyrë me udhëtu dhe me pa gjendjet e njerëzve. Ai që e lexon bukur e mirë Kur'anin me rregull, është me këta melekë bashkë. Ndërsa ai që e lexon me vështirësi ka dy fish problem. Pra i ka motivu dyja krah. Edhe ai që dit me lexu mirë, është i motivuar se është me melek bashkë. Edhe ai që s'dit me lexu e ka motivu nga hanë vazhdo të një ashtu me vështirësi me lexu se ke dy fish problem. Jena do e kry, po lexoj me 2-3 hadithe dhe kry. Besimtari thot që lexon Kur'an është si një frut me aromë të mirë. Edhe aromën e mirë e ka prej jashtë, kënaqesh të vëllni, por edhe shijen e ka të mirë. Dërsa besimtari që nuk lexon Kur'an është sikur hurmi. Hurmi nuk ka aromë, me rëherë sa dush, ama shijen e ka të mirë. Pra përmana besimtari një dhe kur të zënë Kur'an nuk e vjen era mirë, në mënyrë shpirtërore. Edhe munafiku, jo besimtari dhe dyftyrshi që lexon Kur'an është sikur ajo lulja me erë të mirë, po që është hetë për mrana. Kënaqesh do i marr erë, po bane e futen gojë, a rrezik me të mynë. Kurse munafiku që nuk lexon Kur'an, është sikur është një lloj frutit që është përmend në hadith, nuk e di a ka në Shqipni, është një lloj frutit që edhe erën e ka të keqe, po edhe për mrana është hetë. Po në dyja krahtët i vjen era keqe, edhe për mrana dhe për jashtë. Kush nuk din asisan prej Kur'anit, kush nuk mëson asisan prej Kur'anit, thëtë është si një shtëpi e braktisur. Shtëpia e braktisur është shtëpia rënume, është shtëpi si duhet gjanguj, me ta falë nuk e merr. Pra kështu dhe ai që nuk din të përmend qoftë edhe disa ajete prej Kur'anit. Dhe i fundit hadith personte është kush e mëson Kur'anin edhe punon, pra i njeh halalet që ka bën Kur'ani dhe largohet prej harameve që ka bën Kur'ani. Punon me të pra, bëhet ndërmjetës, pra përveç se vetë futet në xhenet, bëhet ndërmjetës shefatçi për 10 familjarë dhe të afërm në ditën e gjykimit. Allahu na mësoft tanëve me kanë prej këtyre, me pas hisa dhe na prej këtyre haditheve që lexuam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.